Sezoni i korrjes së grurit po përballet me vështirësi të shumta nga kultivuesit e zonës në Topoj, Seman në Fier. Në këtë zonë të njohur për kultivimin e dritharave, sipërfaqet e mbjella me këtë kulturë është reduktuar më shumë se 50%, ndërsa prodhimi mbetet larg pritshmërive. Fermerët thonë një zëri se çmimi është tepër i ulët, 30 lekë për kilogram, duke mos mbuluar dot as shpenzimet, ndërsa kostot e prodhimit janë tepër të mëdha. Gjemne po me si ta gjesh tregun. Se të thash pak më parë, plas makinën e me 28, edhe thot, nuk edhe për shumë 25, kajdo dhe. Me 25 nuk ka bëdhë asë një kosto, kështu që lerem janë punë, shiko të rezin, hatë pensionit ka dhe në qeveria, ashtë ta ka dhe, edhe shëndet të mira. Për gjithë së dhe vej, edhe së dhe, kush ka kurajt punën kështu, a punën kështu? Hade vite humbje, vetëm që ti është i marrë nga truri që të punësh prapë. Do ikish së zbari e detyruar. Po të detyroj qeveria do ikish. Detyrimi qeveris ky është. Çmimi ult, çmimi lartë i pleut, çmimi lartë i naftës. Qa pure ka ai me komani që merr taksë qarkullim mua? Si do të paguaj taksë qarkullim? 240 lekë për 1 litër. 240 lekë, 24 lekë vjetra, të reja. Për 1 litër, për çfarë arsye? Unë jam me kombajnin në blok. Po korgrurin e popullit që ai buk popullit. Ai merr taksë mua. Po pse si merr atë biznes me taksit? Bëri atje, pse ma merr mua? Ju e blini karburanti me njëjtin çmim që me çmimin e tregut. S'ka nuk luan njëri. Nuk ka prodhim. Për mua nuk ka. Ja shikova kushurin dhe mi unë, 5-6 dy lymë ata, mos më shumë që kem pat, mund të kem 4-5 kujtal. I kanë apo si kanë. Edhe shumë të tjerë që kanë parë, që kanë qurë në Hobor ata, në Qimendo, kush 4, kush 5, kush nuk e di që të ketë marrë në njeri prodhim të mirë. Nuk ka prodhim se plerat janë të shtrejnë, da, të gjitha. Edhe ai që da ngasi, po da ngasi në aqë, se edhe ai e blen naftën aqë. Edhe i s'ka qa ben. Edhe ne s'kemi qa ben, aqë kemi të ardhurat, qartë të ardhurës kemi neve. Përballë kësaj situate, shumë prej fermerëve të zonës i kanë dhënë me qira tokat e tyre, por edhe qiramarrësit janë drejt braktisjes së tokave. Një prej kultivuesve më të mëdhenj të grurit, Mili Sako, pohon plot indinjat se fermerët janë tërësisht të braktisur nga shteti. Institucionet organizojnë festën e grurit si një homazh për traditën, por gjendja reale në terren është dëshpëruese, thot ai. Po, në përgjithësi nuk është i kënaqshëm, se edhe thasita ka bërë të sajnë, edhe nuk po marrim atë që pitesh. Shumë pak, një pjesë bile ka marrë shumë pak, me 2-3 kujtal për dëlym, del me humje nga gruri. Unë 3 dëlym grur kam bjell, aq mbjellon sa për nevojat e mia, qatë ngelet, shes sa për të mbuluar shpenzimet që kam bërë. I keq, po vojmë nga disa gjëra, për shembull, fara. Na japi për farë të mirë, stela që si thuhet. Helmet, na japi për helmet të mira. Ka marrë 100 gram 5.000 lekë që nuk do lejnë asgjë mbrapa. E pat vetë si ishte ajo me kokmadhes, me përfaqet e ses, turpi botës. Kur t'i kontrolloj? Kur t'i kontrolloj këta? Kush e bie? Tashti unë do flas, do ta shkre, edhe ti do thush se them unë. Sepse biznesmen janë deputetët. Deputetët s'ka zot t'i kontrolloj. Edhe në fund e ham ne fshatar. Vi këtu, ka ardhë nga një toj si vajtje e punë e helmi dhe si vajtje punë e pleu dhe beri efekta, që keni mbjella. Agronom ka, kryetar komune ka, kryetar bashkie ka, administrator ka, shpil njëri fare. Ashtu se kjo është koha kur politika duhet të ndalojë së mbyllur i syt përballë kësaj situate mbijetese tek fermerët dhe të ndihmojë me politika mbështetëse kultivuesit e braktisur dhe të pashpresë.